Miqtë Prizmës, besoj ju jeni të qartë, ose edhe nëse nuk jeni të qartë, shumë shpejt jeni qartësuar që në Shqipëri ka 3 muaj, sidomos mas inkriminimit të Ballukës, zëvendës kryeministres Ramës, ky vetë humbi në një farë mënyre atë që konsiderohet paprekshmëritë e tij në konceptet e ligjshmërisë, po njëkohësisht u ndërtua dhe pralla nga News 24 aty Kapterrit, News 24 i Lales Anduena Llabanit, se Lales Artan Hoxhës, ku diun këta tipat kështu, gazetarët investigativ. Pastaj jo vetëm në News 24, pastaj është edhe një pjesë e Top Channel anti-Ram, në urrejnë Ramën në mënyrë të jashtëzakonshme. Përfshi edhe dashuri urrejtjen e asaj Greta Dumës, por nuk është vetëm News 24, as ke fjala një pjesë e Top Channel, jo të gjithë, kuptohet. Por ke një dorë të madhe të gjithë televizioneve që janë kundër Ramës. Përfshi edhe ato që janë pjesërisht me Ramën, që ftojnë njerëz që janë kundër atij, siç është Report TV-ja, i vetmi që është krejtësisht me Ramën, si më thënë, më duket ABC News-i. Të gjithë të tjerët janë kundër, absolutisht të gjithë të tjerët. Gjithë. Edhe ajo që duket sikur Fevziu vetë Rama e çoi aty punën që të duket edhe Fevziu kundër Ramës. Realisht nuk është, po pa themi, të duket. Ama gjithë televizionet quan me të gjithë opinionistët që ftojnë, me të gjithë të paguarit, atyre që s'kan lekë, me të gjithë daljet e Sali Berishës, e gjithë berishkave tjerë, prallën që Rama po bëhet gati që të shkojnë në Amerikë, ta arrestojnë, ose ta arrestoj këtu, spaku me urdhët Amerikës edhe vetë Trumpit, sepse është Ramaduro, se është droga, se është shteti diktatorial i Edi Ramës, cili i le këta që dalin çdo ditë kakarisi nëpër televizione. Rama del vetëm ke televizioni vetë. Këta dalin gjithë televizionet që janë kundër Ramës gjithë, absolutisht. Por që në fakt duke, edhe këtu kanë të drejtë këta, duke bërë politikën e Sali Berishës dhe duke ngrënë gjithë ditën molla me modelin e Sali Berishës, nuk bëjnë asgjë tjetër vetëm se çojnë PH-in Edi Ramës. Se çka kishin ngritur ata, do ta arrestojnë Shtetet e Bashkuara Amerikë. Trumpi vetë është kundër Ramës, vetë kur ta shtypin, kur ta degenerojnë, kur t'i vënë prangat, bile datën 20 për këtë punë kishin. Ç'a ndodhi me ftesën që i bëjnë si bordit paqes, bordit të... Po ju sqaroj diçka. Ky bord që ndërton presidenti Trump nuk është kur gjë tjetër përveç se një organizëm që organizoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës me miqtë e tyre, absolutisht miqtë, dhe jo shtete miq, po persona miq që drejtojnë shtetet, që i bën kashillek UNOS, Kombeve të Bashkuara, të cilat janë kthyer në burokracinë më të madhe dhe të shëmtuar të botës para Brukselit. Ata ja dhjesin dhe Brukselin për sa i përket shpërdorimit të fondeve, mosbërjes asgjë dhe mbajtjes demek të rregullave nëpër botë. Sigurisht që unë nuk jam shumë dakord në disa veprime që i bën në mënyrë të përshpejtuar Donald Trump, po që ka të drejtë për Kombet e Bashkuara, që janë një organizatë e cila përveç se burokracisë, shpërdorimit dhe përdorimit të parimeve të ultramajtizmit, një gomardhëku të jashtëzakonshëm, antimoral, antishoqëri, anti gjithçka në botë, që le gjithçka të shkatërrohet dhe bën vetëm fjalë, bashkëpunon me gjithë farë marrëzira, që sidomos anti-amerikanizëm, dhe merr paret nga Amerika. Tash si duket Trumpi ka vendosur, jo ka prerë, do të ndërtojë një organizëm që e quajnë organizmin Bordin e Paqes, që e ka ndërtuar, ku fton miqtë e vet, dhe ku nuk ftohen absolutisht ato që nuk janë miq. Ju bën ftesë gjithë dhe ato që konsiderohen pjesë e perëndimit, pjesë e modelit, po themi, perëndimor dhe demokratik, ju ka bërë ftesën një farë mënyrë edhe atyre të Bashkimit Evropian, por ka ftuar miqtë e vet nominalisht. Se shpesh herë po tregonin
që kishte ftuar edhe kryeministin presidentin e Argjentinës, po është miku i tij. Dhe shumë miq tjerë. E midis tyre është edhe Edi Rama. Me po tash këtu ke ne ishte ndërtuar nga Sali Berisha dhe gjithë tit dhe nga pjesa e më e madhe e gazetarisë dhe e medias me në krye kapterin e News 24-s dhe Focus grupit që Edi Rama do arrestohet nga Trump. Dhe e gjithë Partia Demokratike dhe gjithë Berishkët, bashkë me atë idiotin që rri atje para kryeministrisë, i cili është më keq se Sali Berisha, përkundrazi, është edhe ignorant Sali Berisha si shkolluar. Mund të jetë nga Vigjidoli, po është i shkolluar mirë. Minimumi di se kush është Sorbona, çfarë mund di Adriatik Lapaj. E vetë gjë që mund të lidhi me Sali Berishën për sa i përket intelektit është se ky flet atë dialektin idiot tin edhe ai vetë. Nuk mësojnë dot tirançe, nuk sillen dot si në gjuhën standarde që përdor Tirana, si njëri si tjetri. Por në qoftë se Sali Berisha është i edukuar, ka lexuar shumë më tepër se ai është ignorant i plot. Ignorant i plot edhe ekstravagancën e ignorancën e tij dhe marrëzitë e tij bashkë me ato majmuna të tjerë që ka aty. Pra këta kishin përgatitur të gjithë prallën e Edi Ramës në pranga nga presidenti Trump. Presidenti Trump tash e fut në këtë bordin e paqes. E thret edhe mund të ketë vend posaçëm me Edi Rama, sepse sigurisht Edi Rama është miku i Tony Blairit, i cili do të jetë është në bordin ekzekutiv. Bordi ekzekutiv është diçka tjetër që merret konkretisht dhe ka parat në dorë, dhe sigurisht që njeriu numër 1 i bordit ekzekutiv ose dy njerëzit kryesorë janë Tony Blair edhe Jared Kushner, që është dhëndri dhe të gjithë tjerët janë të besuarit. Pas listën e kush kishte letrën, dhe sigurisht është e botuar në faqen e Shtëpisë Bardh, e mora, hapa, e lexova, në fund krejt shtohet që shiko, do të shtohen edhe të tjerë, sigurisht edhe në bordin ekzekutiv, edhe me lindem për të kuptuar qartë edhe mirë që këta tjerë do të janë njerëzit e besueshëm të administratës amerikane, sidomos presidenti Trump që e organizon këtë. Dhe ku shkuan të gjitha marrëzirat me arrestimin e Edi Ramës, me Gonigalin, Ramadurën, ku shkuan? E di ku shkuan tash? Dalin majmunët dhe thonë, shiko, ka për të marrë palestinezët në Shqipëri. Palestinezët nuk vinë në Shqipëri o majmunët e Sali Berishës, se palestinezët janë mësuar të jetojnë me fondet e Gjermanisë, Francës dhe Italisë. Të qohen dhe të bëjnë zhëmile si Gjermaninë, si Francën dhe Italinë. Ta shajnë, ta prishin, ta përdhunojnë, ata janë mësuar të jetojnë me fonde, nuk janë mësuar të vinë në Shqipëri si jepas kërkues, ata vdesin në Shqipëri. Kështu që nuk vinë palestinezët, nuk i merr dot kush në Shqipëri, se do t'i fuçin në kamp, t'i izolojnë. Nuk vinë dot, nuk pranojnë dot. Vinë, janë mësuar të jetojnë, marrin kuçe maç me veti, nga 500, nga 1000 euro për kokë, dhe ashtu jetojnë ata. Kështu pranojnë. Bile kështu kemi bërë dhe ne në Amerikë, prandaj Trumpi preu. E gjithë diaspora amerikane, gjithë to që kanë shkuar shqiptarët, ne në Amerikë ato jetokan me fondet, 50% e tyre jetokan me fondet që jep Amerika, që i maka shteti amerikan. Ose janë zezë dhe marrin familjet e tyre, ose lindin fëmijë dhe quhen amerikan. Pra, kështu kanë këta, nuk është që nga kaq shumë të zgjuar. Jo nxori bojën Trumpi. Kështu siç u nxori bojën edhe mediave, edhe Partisë Demokratike, Berishkëve, jo demokratëve, po Berishkëve, vetë Berishës, i cili tash ka 2 net që nuk fle, është duke vdek, plas prej marazit, është duke plas nga marazi. Një po mirë t'i bëhet, sepse sigurisht një marrëzi e tipit folklorik si e tia është e papërshkrueshme dhe e papërsëritshme në Shqipëri. Si ky dhe si këta nuk janë as qelpsinat më të mëdha të diktaturës, të cilët për 45 vjet i morën shpirtin në vendit tyre. Sepse dhe ata kishin momente lumturie dhe entuziazmi. Këto kanë vetëm momente shkatrimi dhe degradimi moral, politik, shoqëror, kulturor, në të gjitha drejtimet. Janë për të vënë kujin e janë armiq të plot të lirisë dhe demokracisë. Një po kështu ju ndodh, këtyre tipave, kështu ka për të ndodhur gjithë jetën e tyre. Jo se Rama është i Zoti, kaq të poshtër janë këta. Jo se Rama është më i miri, po kaq të degraduar janë këta. Jo se Rama është njeriu i cili do shpëtoj Shqipërinë,
po kaq anti-Shqipëri dhe anti-ekonomi e financat saj janë këta. Këta kanë shkatruar gjithçka. Kanë 35 vjet, 36 vjet po bëhen tash që po shkatrojnë gjithçka. Janë armiqt e vërtetë dhe të vetëm të këtij vendi. Janë këtu, nuk janë jashtë. Sado armiq qofshin serbët nuk kanë ç'a bëjnë. Sado armiq qofshin grekët nuk kanë ç'a bëjnë. Kufitari kemi, por nuk kanë ç'a bëjnë, nuk mund të bëjnë asgjë. Armiqi kemi, edhe sot i kësaj dite, edhe popujt e tyre. Si populli serb, edhe populli grek, që thonë popujt varilesh, njësoj që qeveritja. Janë armiqt të këtij vendi. Nuk them se jemi ne më të mirë se grekët, po sigurisht grekët janë përfaqe të zezë bashkë me serbët. Përfaqe janë popull gjenocidal. Kanë këngë me zorë, me gjak, me vrasje, me gjëra të tilla. Ne nuk kemi. Shqiptari sa do i parametur qoftë, nuk thotë që maksimumi që thotë është grek muti ose serb mutit. Kaq thotë, serb shkërvat. Grek malaga, kokra e shkërvatës e Gulçin. Kaq thotë, nuk thotë më tepër se sa kaq. Ata kanë varrin, ata kanë vdekjen, kanë kishën e tij të dy palët. Nuk ka kishë shqiptare që shkon deri në këtë pikë. Nuk ka myftini ose nuk ka njerëz të fesë që shkojnë deri në këtë pikë. Dhe tani po dalë ke pjesa tjetër. Mjaftoi një provokacion i Edi Ramës që grekët dilin lakurisht, kuptohet se çfarë shoqëri e dhier, qelpsina që janë. Gjithmonë kam rezervat e mia nëse është e gjithë shoqëria ashtu, por në 1000 portale kam kontrolluar mbi 100 e sa. Mund të jenë 1000 portale dhe gazeta i një tip moment delirant i anti-shqiptarizmit është në të gjithë Greqinë. Dhe pse? Sepse i provokoi Rama. I nxori lakurisht. I tha një gazetari që ju kujtoni se jeni, si më thënë, trashëgimtarët e Aristotelit e Platonit e Sokratit, po nuk jeni. Se në të vërtet nuk janë. Se në të vërtet, ashtu siç kam thënë gjithmonë, Seferis, i famshëm çmim Nobel grek i 63-shit. Në Stockholm ju ka thënë atyre kur i thanë ju Helenët, mos u ngutni me këtë fjalë, thanë Helen. Ne grekët e sotëm kemi vetëm këtë kualitet. Jemi po ata që shohim atë peizazh që kanë pas pronë Helenët e dikurshëm. Ashtu sikundër jemi edhe ne ilirët e sotëm. Ne nuk jemi ilirë, sepse sigurisht si grekët, si ne, si gjithë Ballkani, jemi shkartisur. Po trashëgojmë atë trashëgimi, por nuk mund të jemi as Teuta, as Agroni, as Genti. Sigurisht jemi këta të sotmit që janë shkartis me Ballkanin. Të vetmit që ishin original mund të jenë malet e Shqipërisë, që janë më tash, absolutisht nuk janë më, që ishin izoluar dhe qëndronin aty. Ata mund të ishin vetëm, po të tjerë jo, absolutisht jo. Mjaftoi kjo dhe mira portale, mira gazeta, mira Facebookis, miliona Facebookis grek fillun anti-shqiptarizmin. Nuk e kishin me Ramën, e kanë me shqiptarë, ku zbërthyn. Ju doli urrëtia deri mbi flok. Sepse kështu janë grekët. Urrëtia në të gjitha llojet e mënyrave, në të gjitha llojet e mënyrave, ju jeni majmune, ju jeni primitive, ju jeni kriminale, ju jeni mor s'lan gjë pa thënë, sepse sigurisht janë lujti të madhin Zot, ai sa e ka vendosur qeverinë greke dhe vetë Mitsotakis në të vështirësi nga kjo urrëtie që ju del, sepse dalin zbërthyer para botës normale. Del si shoqëri ballas. I thonë urdo çfarë urrëtie kanë për komshin. Dhe do të thoni ju është provokator Rama. Po, është provokator Rama, por në këtë rast unë jam me Ramën. Nuk mund të jem me grekët e mutit. Nuk mund të jem me ato portale. Dhe që sigurisht jam edhe unë me mendimin e Ramës, se ata nuk janë pasuesit e Aristotelit, Sokrates dhe Platonit. Sigurisht ata janë Helen. E sigurisht që është ajo Greqi e lashtë e madhështore dhe demokratike si Athina, bie fjala, kulmi i demokracisë, por nuk janë grekët e sotëm pasuesit e tyre. Absolutisht jo. Në këtu ka të drejtë Rama, nuk ka të drejtë ata majmun aty. Ignorant dhe delirant, një pathosi anti-shqiptar. Është një shtet që akoma ka ligjin e luftës pa hequr. Nuk mund të kemi misi kaq të përkohur me to. As strategjike. Mund t'i respektojmë, se kanë pritur shqiptar, absolutisht do t'i respektojmë, bile mund të kërkojmë të falur edhe për një krim që kanë bërë shqiptarët, por grekët nuk kanë kërkuar kurrë të falur për krimet e mëdha që kanë bërë me shqiptarët. Kurrën e kurrës. Kanë bërë krime, kanë dhunuar, i kanë rënë qafë një populli, edhe kur kanë shkuar atje për punuar. Sepse kështu janë. Urrëtia e tyre është patologjike. Urrëtia jo nuk e di se si është.
Po e përsëris edhe e shkon deri ke fjala grek muti. Më kaq nuk shtyhet. Kurse ata e lidhin me vrasje, me zorr, e kanë kang me zorrat e shqiptarëve dhe të turqëve. Sigurisht na barazojnë me turqin. Kanë urrëtie ndaj religionit musliman tonin. Kanë bile urrëtie edhe për ato ortodoksët e vet që i thonë duhet janë grek dhe të thonë jo, jemi shqiptar. Kanë urrëtie patologjike për shqiptarët. Tashti, sigurisht, shpesh për tyre thonë që mbylleni portat, nxirreni jashtë, vriteni, mos i leni të shkojnë në Europë. I përgjigjem një mikut tim aty grek, cili kishte luajtur maç. Në më kujti plas trapi për ju, na jepni apo s'na jepni leje, punë e madhe forse s'na jepni leje për prapë. Madje Çanoll ka marrë fund, ju ka mbet ora në vitet 1990. Pastaj ngatrohen edhe me Enver Hoxhën, po harrojnë që Enver Hoxha ju fuste, po duhet të them ato fjalë që duhet thënë këtyre grekëve. Ju thoshte dy popull miq, po e rregullonte pak. E rregullonte popullin e vet, jo më grekët që i pristen fyt. Ka disa raste që tregojnë që jo vetëm i ka vrarë, por i ka prerë edhe në fyt. Fillojnë 149 dhe mbarojnë edhe me kohë. Kush hynte nga Greqia, edhe kush provokonte, Enveri e merrte dhe e bënte talim, thoshin, e futte në zbor. Ata e kryen kot me ne, sepse ata e din mirë boll që historia tregon atë çfarë është, ashtu siç ka bërë edhe Ali Pashai, ashtu siç kanë bërë edhe shumë tjerë. Dakord miqtë mi, grekët kështu janë, por sigurisht në politikën dhe diplomacinë botërore duhen ulur gjakrat dhe duhen. Por populli ai është, shumica e popullit grek ai është. Ai i do shqiptarët e vdekur, shqiptarët e vrarë, i ngjan popullit serb. Nuk është i gjithë populli grek ashtu, absolutisht jo. Nuk është i gjithë populli serb ashtu, por shumica ashtu janë. Dhe ashtu është edhe religioni i tyre. Shkundër shqiptarëve. Dakord miqtë mi, kaq kisha për sot.